Unë s'dilja gjallë nga burgu. Këtë e din të gjithë tani. Të kërcënimin ka marrë. Ka marrë një kërcënim interesant me gjysë të qeshur. Kur të ngrëm ne furtunën, ti do fluturosh në qiell. I zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në intervistë për gazetarin Vicent Gervenoit flet hapur për kanabizimin, ekonominë kriminale dhe përplasjen me kryeministrin Edi Rama. Ahmetaj tregoi se për herë të parë debatoi me Ramën për kanabizimin në fund të vitit 2014, duke kundërshtuar ashpër këtë fenomen. Ai thotë se qëndrimi i tij ishte se kjo do të pasuronte dhe fuqizonte grupet kriminale duke deformuar ekonominë shqiptare. Kryeministri sipas Ahmetajt pretendonte se kanabizimi do të nxiste ekonominë dhe realiteti tregoi të kundërtën duke shkaktuar vendit pasoja të rënda. Si ministri i financave, Ahmetaj përmend 4 efektet negative të kanabizimit: forca e grupeve kriminale, shkatrimin e bujqësisë, pastrimi masiv të parave në ndërtim dhe ndëmtimin e imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë. Sipas tij, ndërtimi nuk është zhvillim real, por pastrim parash dhe ekonomia po humbet bazën e saj prodhuese. Ndër të tjera, Ahmetaj akuzoi Ramën për lidhje me krimin organizuar dhe për manipulim të sistemit të tenderave duke përfituar personalisht. Ai thotë se arrestimi i Erion Veliajt është një teatër i kryeministrit për të friksuar partinë dhe për të mbrojtur veten. Për reformën në drejtësi, Arben Ahmetaj shpreh shqetësim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të tërhiqen duke lënë Shqipërinë pa garanci dhe pavarësinë e gjyqësorit. Ai e përshkruan situatën si një regjim të mbështetur nga krimi, ku të gjitha shtyllat e demokracisë janë elmuar dhe ku propaganda ka pirë shpirtin e reagimit të qytetarëve.